Analiza gjenetike ka qenë një mjet kyç në diagnostikimin e shumë sëmundjeve për vite me radhë. Megjithatë, deri më tani edhe kur identifikohej një mutacion gjenetik, nuk ishte gjithmonë e qartë se çfarë do të thoshte saktësisht për shëndetin e pacientit. Një zhvillim i ri në inteligjencën artificiale po vjen për të mbushur këtë boshllëk kritik. Ulëmtuesit kanë zhvilluar një mjet të ri të inteligjencës artificiale të quajtur variantu prototip, i cili nuk kufizohet vetëm në shfaqje nëse një mutacion gjenetik është i dëmshëm, por gjithashtu mund të parashikojë llojin e sëmundjes që ka të ngjarë të shkaktojë. Thënë thjesht, mjeti përpiqet të përgjigjet jo vetëm a ka ndonjë problem, por edhe çfarë problemi mund të lindë. Shumica e sistemeve të analizës gjenetike sot mund të vlerësojnë nëse një mutacion në ADN është potencialisht patogjen. Megjithatë, kjo shpesh i lë mjekët dhe pacientët përballë mira varianteve të mundshme pa një pamje të qartë se cili prej tyre lidhet në të vërtetë me simptomat. Variantu prototip shfrytëzon teknikat e avancuara të mësuarit automatik për të lidhur variantet gjenetike me sëmundjet ose tiparet që ato mund të shkaktojnë. Duke vepruar kështu, ai jep përparësi mutacioneve më të dyshuara dhe i ndihmon ekspertët të përqendrohen në ato me rëndësinë më të madhe klinike. Mjeti u trajnua në një bazë të dhënash të që përfshinte variante gjenetike të dëmshme dhe benigje, ndryshe nga qasja e mëparshme V2P. Variantu prototip përfshinte informacion mbi sëmundjet që nga fillimi, kështu që mëson jo vetëm nëse një mutacion është i rrezikshëm, por edhe se si shoqërohet me probleme specifike shëndetësore.